Gjesti, duke u ndjerë i qetë dhe pa ndonjë shqetësim, shkon afër Danjës dhe nis të bisedoj me të. Pavarësisht se Danja është duke u përpjekur të ruajë qetësinë, ai fillon të flirtoj me të. Me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim të ngacmueshëm, Gjesti i thotë: "Sa e bukur je, Danja. Nuk mund ta besoj se sa tërheqëse je, dhe kjo nuk është thjesht për pamjen tënde, por për mënyrën se si ndihesh gjithmonë e sigurt në vetvete." Danja, e befasuar nga ky kompliment, tenton të mbajë një qëndrim të ftohtë, por Gjesti e vazhdon talljen, duke i shtuar më shumë fjalë që tingëllojnë si një lojë flirtuese. "Po, sigurisht që të pëlqen kjo, por po të thoja që ke një energji të veçantë. Çdo djalë këtu do të ishte i lumtur të ishte afër teje. Në fakt, unë mendoj se mund të bëj shumë të lumtur, vetëm imagjino çfarë mund të bëjmë bashkë." Danja, duke u ndier pak e papërshtatshme për mënyrën se si Gjesti e po e ngacmon, përpiqet të mos i japë shumë rëndësi, por ai vazhdon me të qeshura dhe fjalë që ngacmojnë ndjenjat e saj. "Po, ndoshta ka ndonjë djalë këtu që do të ishte i lumtur të ishte me dikë kaq të bukur si ti, por mendoj se je më shumë se thjesht një fytyrë e bukur. Ke atë diçka që të bën të shkëlqesh në çdo hap që hedh." Fjalët e tij janë gjithmonë të ngacmuara dhe qëllimi i tij është për të bërë që Danja të reagojë, pavarësisht se ajo përpiqet të ruajë një qëndrim të qetë dhe të mos lërë të duket se është prekur nga fjalët e tij. Ajo e kupton që ai është duke bërë një shaka dhe kërkon të ruajë kontrollin mbi situatën, por Gjesti vazhdon të flirtojë me të, duke u munduar të tërheqë sa më shumë vëmendje dhe të bëjë që ajo të mendojë më shumë për të.